Jemi në Durrës dhe po kërkojmë të zgjidhim një problem jetësor për një familje të këtij qyteti. Aty të shtëpisë në të cilën jetojnë prej më shumë se 2 dekadash. Banesa në fjalë ndodhet në Shkozet dhe si shihet është thuajse e rrënuar, pa tavan, pa dritare, madje edhe pa derë. Në këtë objekt që guxuam ta quajmë shtëpi, na pret Sonila Gega, nëna e 8 fëmijëve, e cila prej më shumë se 15 vitesh kërkon të sistemohet në një apartament të përfituar nga bashkia, brenda të gjithë rregullave dhe ligjeve. Po Zanafilla në fakt nis tek një tjetër banesë, e cila u shem në zbatim të një plani zhvillimi. U shemën një 2 dhoma dhe nga i moment na i hypën ke ish magazina, do të thënë që kjo ish magazin u bë për 6 persona. Kush e u shembi ato 2 dhomat? Ato i ra plani se u do bonte rrugë. Pra u shembi bashkia? Po, bashkia e Durrësit, sepse asaj i ra plani. Ka qenë atë komirë aty, na hypi ke këto lloj magazinash. Kur na hypi këtu 6 persona, 5 i morën, vetëm Armand Gega nuk i mori. Armandi është kryefamiljari dhe bashkëshorti i Sonilës. Akoma s'janë marrë letrat e shtëpisë. Tani pse ka ngel shtëpia në këtë gjendje kur ti e ke marrë në 2002-shin? Sepse ka ngel se vetëm shtyhet, ka dalë që në 2012 e deri më sot, as edhe i dhoi veprimi nga ana shtetit. Në kërkesën e saj, Sonila i referohet këtij dokumenti, të lëshuar nga Bashkia e Durrës në vitin 2002, që në atë kohë drejtohej nga zoti Mjeri Hoti. Në bazë të shkresës në fjalë, kësaj familje do t'i jepte statusi të pastreve dhe më pas do t'i hapej rruga privatizimit të objekteve dhe kalimit në pronësi të kryefamiljarit Armand Gega. E theksojmë, gjithçka konform ligjit, me qëllim kompensimimin e banesës së prishur në zbatim të planit të zhvillimit. Por për fat të ketë gjithçka mbeti realizuar përgjysmë, familja u sistemua provizorisht, por ende sot